xhenetin e Allahut Azza wa Jall, të cilin të gjithë ne e kërkojmë, të gjithë ne e synojmë. Dhe përmes gjitha këtyre përpjekjeve tona, angazhimeve tona, të gjitha këtyre sakrificave dhe lodhjeve tona që ne i bëjmë gjatë këtij muaji, pas gjithë kësaj ne synojmë që Allahu të na shpërblen me xhenet. Mirë po, në qoftë se ky mbetet veç titull që na e përmendim, por nuk e njohim çfarë realisht na po kërkojmë, atë nuk do të ketë fuqi të mjaftueshme për të na motivuar dhe për të na shtyrë me ecë përpara. Vëllezër të nderuar, na kur folim për xhenetin, duhet të dimë disa gjëra që kanë të bëjnë me xhenetin. Nga se është çmimi final i të gjitha angazhimeve dhe i të gjitha preokupimeve dhe i të gjitha lodhjeve tona kështu me radhë. Andaj, si e kanë kuptuar xhenetin të parët tanë dhe çfarë ndikimi në jetën tonë ka xheneti për të na bërë më energjik, për të na bërë më të qëndrueshëm, për të na bërë më stabil në rrugën e Allahut Azza wa Jall. Në këtë muaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur se tufattahu abwabul jinan. Në muajin Ramazan hapen dyert e xhenetit. Në qoftë se meditojmë pak rreth kësaj fjale, në qoftë se ndalemi pak te ky lajm i madh që na ka lajmëruar për te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, wallahi do të na përshkojnë pretime të shumta që do të ndryshojnë gjendjen tonë. Paramendoje, në qoftë se kudo që është përmend xhenetin Kur'an dhe kudo që është përmend xhenetin hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të ishte vetëm një premtim i cili ende nuk është i krijuar dhe ende nuk është i prezantuar, por Allahu xhallahu ala na ka premtuar për këtë, do të ishte mjaftueshme për të na motivuar. Nga se Zoti i gjithësisë, ai i cili e flet vërtetën dhe ai i cili nuk e thën premtimin e tij, na ka premtuar. E çfarë ta merr mendja për një vendbanim, për një xhenet që Allahu e ka kriju, hala pa të kriju ty. Që Allahu e ka përgatit, hala pa të obligu ty. Dhe Allahu xhalla xhelaluhu çdo ditë me gjithë bukurinë që e ka, prej ditës kur Allahu e ka kriju xhenetin, është i bukur deri në atë mos. Sa që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ma la aynun ra'at. Atë që syni se ka pa kur. Wala udhunun sami'at. As nuk kanë dëgju për bukurin e tillë veshi kur. Wala khatara ala qalbi bashar, edhe nuk mund ta imagjinon njeriu kur bukurin e tij. A që është i bukur? Kur është bëu kështu i bukur? Kur është bëu kështu të kaq i këndshëm? Kur? Që nga dita kur Allahu e ka kriju. E paramendoje tash këtë tjetrën që Allahu xhallahu ala prej ditës kur e ka kriju, çdo ditë i thot xhenetit të zajjeni, zbukurau hala, edhe më mirë bënu. Edhe më mirë bënu. Zbukurau edhe më tepër. Sa që e ka thirrë një ditë Allahu xhallahu ala Xhibrilin, edhe i ka thonë, shka edhe këshyre xhenetin që kom rregullu. Xhibrili ka mundësi me apo? Nga se pejgamberi sa zonë mu hin xhenet me shpirtin e tij kur ka shku në Isra dhe Miraj, madje ka i me trupin e tij. Ashtu kështu ka shku në Isra dhe Miraj. Kur e ka thirrë Allahu Xhibrilin, i ka thonë shko këshyre xhenetin. Kur e ka pa Xhibrili xhenetin, çka ka thonë? Shikoj të ndëruar. Ka njerë duhet mundohen me të sane, jo çashtu me ka përsy. A dini kush është Xhibrili? Kush është Xhibrili? Xhibrili është meleku më i madh, më i afërt, më i dashur i Allahut azza xal. Xhibrili e ka të lejuar në përqiell me shetit dhe mu afru në vende ku nuk guxon asnjë melek mu afru. Tash një melek i cili është i kësaj kategorie, i kësaj madhësie, që ka qasje me i gjithkun, e çka s'ka pa e Allah? Të lëvar bukurie ka pa, jo veç tokën, pe ka pa dhe qiellin dhe qetë, këti ka pa. Se njëri që s'ka pa kur gjë, njëri për shembull që ka jetu me një vend të izoluar, kur s'u dal. Ato se të qesh një mahall pak më mirë, kur më mirë s'pas na pa. Ta s'ka pa kur që më mirë, çaq. Apo, në njëri që mësu më ongër gjithë buk thjesht, nga fukarëllë, ku s'ka ongër gjë mirë,
Ti një supë më të mirë me aqito që si buke kur s'ka më hongër. Ajo që është e me e mira, po për ta një mes s'ka hongër kur. Ama një që ka shetit restoran të botës, s'ka restoran që si ka hongër, apo, kush njët më të mirë në botë e kam përgjetur ushqimin. Që njëri ku thotë, që s'ka më hongër kur, dije se që këtë që ka bajak interesant. Se që kë njëri së është bashkë i thjesht, apo? E tar Gjibrili cili ka shetit gjithkun. Jo është në për tokë, se to ka për të së kur gjë. Qka ka pa në qilë nga bukurit e krijimit e kështu me radhë, kur e ka pa xhenet në herën e parë, i ka thënë Allah xhallahu ala, shko këshyre. Kur e ka pa xhenet në herën e parë, shiko tash krahasoje veten me Gjibrilin, që të po du me të prunë e ty. Ti e dhune, sen s'ka na pa. Qa ke pa të piksej vote? Ti as këtë dunje që është krijesa me vogël Allah xhallahu ala, ti sen s'ke pa pisoj, as gjysën se ke pa. A i ke pa këtë vend të bukën në dunja? Ja. A i ke shetit këtë lëmejt të bukën në dunja? Ja. A i ke pa këtë ditët të bukën në dunja? Jo. Në asë këtë botë sen s'ke pa asë të jasën. Nërsa Gjibrili, këtë i ka pa. Si e ka pa xhenet në herën e parë, komenti i Gjibrilit për xhenetin, cilë është? Ka thonë o Zot, kush nin për qëto, qëto ka më ardhë. Së është të mundës me dikush me një për që të vend qëto mësë me hi qëto. Gjithë shka kësha po qëto me hi apëtën. Qështu ka thonë Gjibrili apëtën. Para në sa është i bukur xheneti. Allahu e din. Një vend që Allah i dhe ditë për ditë ndreqo. Hala ndreqo. Të zëjeni. Para më në do të tëtë një vend që Allahu Gjelle Gjelalu i ka mësu me lajket gjdo sen ku me qitë. Qëta që të ndreqe. Qëta që të ndreqe. Ndërsa një shkallë xheneti që është Firdausi, apo që e kënu mësunën kef, inna alladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Allahu thot ata që kanë besu drejt, kanë pas besim të pastër, dhe ata që kanë bë punë mira, banesën Firdaus kanë më udhëptën. Jannatul firdausi nuzula. Nuzul është apartman, vend i madh. Ku kanë më pas në cilën tokë? Jannatul firdaus. E çka Firdausi? Ndëgjën e qka është Firdausi. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Firdausin Allahu e ka ndërtu me dorën e vetë, edhe e ka mshel. Asë kur së shë ato apëtën. Kur se ka po Firdausin. E ka pregadit për dorab, nështë ta që tu jenë do të pitynë apëtën. Prandaj ata që ka një për xhenetin, për këtë bukuri, më slasëm detalet e lumejve, nga se ka thonë pejgamberi s.a.s. Gjennetani min dhehebin. Dy gjenneti janë, krejt është ari, apëtën. Krejt ndaq muret, ndaq end, ndaq lu, krejt që ka të shërtë dheheb. Ari, po ju i dunjas. Ata karatë e dunjas si janë në heret kurgjë. Apo, vë gjennetani min fidda. Dy gjennete, krejt është argjend. Krejt që ka të shërtë argjend, apëtën. Ka thonë Allahu Gjelle Gjelaluhu, apo, enharun lumej për shkafit min lebenin lemje të gajjer ta'mu. Lumej të ndaj me qumsht që nuk prishet kur, si ndrohet shia kur, apo për ty tut, kejtën tut të s'po flet për kalablak njerëz, për qato që e apë Allah. Wa enharun min aselin musaffa. Allahu thot Zoti i gjithësisë, thot lumej nga mjallë të akullu më apëtën. U anharun min khamrin ledhetin li sharibin. Edhe lumej nga një verë, po jo kësi që të dhamë krytë dunja e pijesh apëtën. Nga se Allah thot, la ju sa të dëu në anha. Nuk i kap krytë midhin pësaj apëtën. E posaqme, e pregaditun për banot e gjenetit apëtën. E mos falë për lumejt e ti, e mos falë për drujt e ti, krejt që ka po flasë për që tash për to, dhe shumë tira që a mund të për to, vallahi që tash për mineve është apëtën. Për mi ty është, naltë, Allah e kalon apëtën. Edhe e ka qelë dyrës i ka qelë, dhe të në Ramazanin dyrë qelë janë, subhanallah. Su se për shëve që më shilë sytë, qelë është apëtën. Para më ne, për shambull, një shambull më të apru, ti banan në katën e 5 në dërtesës, në katën e 2, katën e së më nënësi sa ku banan, apo? Në katën e 5, që po banan, katën e 3 banan. Edhe vjen një lajmë dhe thë qëre,
nga mirë. Nëse s'del për i shpis, te në sabah, apo, naltë përmi ty, jënë të i paketu paret në kufera me t'i dhonë sabah. Për në të ashtë ti përrin mrena, ku i ki me ata, a e kryin, e të këshu në tavan, apo se mi ty jënë të t'i palu, apo, as të mërgjumi, as të hatë, kështë i sa janë, shumë me sigur të kënë me kufera, apo se mi ty është, të spishes sa i, se koj shin ka i mush, ama ti e din që mi ty është, duket si me i pa, po të thush, po më duket tash ka i shtin, tash po më duket jënë ka i mshelin, këti të jetu me, që ka bujnë për mi ty jove. Para me në, ju në katën e 5 banizës tone, po pak më naltë, në qiellat i naltë, apo Allahu është ka i thëtë me lajkeve, filonit, dreqen i mira, pëtën se rëpë mire kam ata, pëtën. Qështë do këtë kjo, a ke paranu këtë në herë, me të përmenë Allahu e amnin dhe me tonë, filonit për njerëzë, me amën, qështë me hisë është të do me apun, me hisë, po me amna, që kjo është to ka filonit, e ku përdin hu që është me dame, Allah nësë di në kur që më hinë gjennet, Allah në mundësë me hinë gjennet, mirë po pejgamberi s.a.s. u hinë gjennet, u hinë gjennet pejgamberi s.a.s. Edhe thot, e kumpon një palat shumë të madhë, shumë bukur, afër ti palati ishte një bukuroshe e gjennetit, se veç Allah që ka ditë me kryu, tha deshta mu afru, kur pyta i kytë është këj palat, than i Omerit radiallahu anhu. A përshë që është i dam? Tha e kujtova gjelozin e Omerit e si afrova. Tha Omerit kër e ndrika di, tha ja Rasul Allah, e alejke e garë, anë ty me gjelozuna. Ka një ju ti është, që ta su afrova heqa. Me hise me dame. I ari ka në Bilalit, Bilal, unë në nallet e tuja i nisha ka jetë në gjenet, ti këtu në tu kjevën e atit nisha ka jetë sti. Pre që në dame hiset, a pre që u ka do Allah u hiset gjenet live. A ki hisën gjenet? Mendoje këtë punë, përjetoje. Që kjo është qmimi kësaj gare. Ti këtu ngan, ti këtu vrapan, ti këtu munosh, ti këtu thahësh, ti këtu terësh, ti këtu urihësh. Nërsa për këtu Allah u thot, ndreqeni, zbukurojeni. Prandaj, ka thonë Hasan al-Basri rahimuhullah, ka thonë, Allahu gjelle gjelalu, që qëfar fjole modhe kjo, o lazni. O Allah di që fa fjole e madhe kjo. Ka thonë Hasan el-Basriu, rahimahullah, ka thonë Allahu azza wa gjell, gjdo besimtari që ka do hisën gjennet, Allahu në bof për tyne, apo i ka autorizu me laqet argat mi andreq arën mira pëtën, që ka do hisën, që të mjë me laqe 100, 200, 1000, 10.000 punani këtë mira pëtën. Thot edhe besimtari pen tok ju qenë materiale ndërtimore të naltë. Për këtu ti qenë, ti thush subhanallah, ata kap një palme e mjellin, apo? Qështu shkën ke pun? Ti jep këtu 10 euro sadaka, ata kap një shpit madhe në reqë atje. Qështu ti qenë material ndërtimor, ti tulla për këtu su në qenë gjennet, ti qenë pun mira për këtu ata në reqën atje. Thot Hasan el-Basriu, deri në atë mas, sa që në ka njërë ndodhë me laqet ungjën e dhe rrinë. Kur kalojnë me laqet tjera para ty në dhëndë, që a jeni ullju, dhe të po presim materialin halasë u ardhë, qëtar duhet më ardhë, apëtën. Subhanallah, apëtën. Për na, tjetu nejtë të ardhë në gjami, vakti halasë u ardhë, i namazë, po, halasë e që me da në gjami. Ato për rrinë, po presin, i qenin, sabajnë, akshamin, po presin, si të bismillah, pishpije me dalë, ata qonë punojnë. Pse? Se ka thonë pejgamberi në çdo hap që shkon xhami, çdo kom që e çon, Allahu 10 drejgje, 10 kat pallatin manal të çon afton. Për çdo hap që e çon, para na. Sa hapa i bën në xhami, për çdo hap një çon, tjetrin apo ka 10 kat, Allah e mësot më ata kat. Ka thonë pejgamberi se një kat në xhenet është sa me qiellt e tokës. Para më na sa është hisja e madhe afton. Apo nga se ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, inna Allaha a'adda lil mujahidin fi sabilillahi 100 daraja. Ata që luftojnë rrugt të Allahut, jo ka bu gati Allahu 100 drejgje. E kanë pyet 100 shkallë. Ka thonë ja Rasulullah, kem bejnë darajateni? Sa ka mes 2 drejgjeve? Sa janë këto drejgje? Ka thonë kema bejnë samai wal ard, sa ka mes qiellit dhe tokës. Kjo është një kategori njerëzve. Që ka zot ju. Psa s'ka? Apo kujton që si nxena? Allah që le xhelalu ka fuqi krijon.
apo ka hapësirë sa dush, kur kush i përzihet, as në hisa, as në megjas, apo se qojnë në palatin tem me ta nëzun, ta në dritën ty atje, apo se në xhenet s'ka dili, nuk ka dili, apëtën. Ndriqohen, ndryshe ata ndriqohen, apëtën. Si rrok zhegua, si rrok tuta, si rrok ftoftjas, kur gjëheq, si rrok smundjas, kur gjëheq, apëtën. Që kjo është mimi të saj gara që ti po nga për ta, apëtën. Prandaj, ata të partë, e kanë ditë këtë punë, ata kanë jetu me këta, e kanë pretu, dirë në atë mas, sa që, sikur që dini, Enes ibn Nadr radiallahu anhu, edhe erën ja kanë një, apëtën. Kanë njëm të janë një, vëllaj, që atje, të Uhudi, që atje, po vjen era, apëtën. Gjennet po vjen. Subhan, dhe në këtë shkallën më shumë me këtë qështje. Sa që vëllëndëruar, vëllaj, pejgamberi s.a.s. që ashtu i ka eduku ashab të ti, që si a ka përmen gjennetin, a kom pike dopt. Në atë kuptim pozitiv. E ke pa dikujt për shembull, dikush e ka dikon pik dopt, e don shumë. Ka do një që ashtu, ka don dikon fort. Do me marrë çka pi ti, thush, veç thuj pash filonin, kjo s'bën apo vin filonin apo. Sa haram është. Po i bën ai, apo a thot tash më, çka kia? Pik dopt e kam smuj. Ka njerëz ashtu apo. Dikush e ka pik dopt dikon, s'u ne kthen kurr, edhe din që hiç nër pe lip, e pse pi, po ç'smuj e kthej valla, çfarë? E ka dikon s'u ne kthen. E ashab pik dopt se kanë pas me bo ben kryt fëmijës, as babës, as kërkujt, apo o pik dopt kanë pas xhenetin. Si ka thon pejgamberi sa, a dënin xhenet, këtë ka mund më marr. Ndaj që o merr paret, ndaj që e ke marr rahatin, ndaj gjumin, ndaj shpirtin e ke marr për ç'i xhenet apo. Nga se pejgamberi sa një herë ka qenë betej, luft ka qenë. Edhe normalisht një ashtu bogati tu ka thon pejgamberi sa, kumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard. Çuno, i ka sahabë, ata çutin kon. Po në të kuptim, ngani mo çka një nal. Vraponi ka xheneti, gjersia të cilit është sa qitë dhe tuka. Një sahabi Abu Bekr radiallahu anhu i ka pas në 3 hurme në dorë, hurme, ka par, i kanë qëllu në gjep, ti ha, ka në tani hinë luft, ka thonë qëto 3 hurme ti ha, i mërtype, dhe sot bim, qatë mu vanu me hinë gjennet, larë ke punë. 3 hurme me vanu, larë ka nduk mu vanu me 3 hurme. Apo, e dikush një punë që qënë gjennet, që 3 vjetë të prit, kismet, inshallah, kumbunet me anisa, që po pratë mo, a qënë gjennet e punë? Ky njeri 3 hurme s'ka dash mu vonu me një xhenet. Dikush që sa vjet pret një punë e di që është mirë vallaj, po kismet njëtë e kumbo. E që sa vjet mo ty me të prit me shku në xhenet. Kaj çka ki gjuj. Thot i ka kap të 3 hurme ka on innaha la hayatun tawila. Gatë është ajo jetë. Gatë është mernut me hongër 3 hurme, me mërtype hi, tani me një xhenet, gatë kjo punë. Subhanallah, gatë me hongër 3 hurme. I ka gjujt hurmen tokë thon. Edhe uhi bismillah, ja ka e pa Allah gjennetin. Se që aty e ka pasur. Gjithashtot me gjennet e kanë ngushlu vetë në thënë. Ka qenë një grunë kone pejgamberi s.a.s. e ka pas veç një thmija. Veç një djale ka pas, kënë se ka pas. Edhe aje ka këshyru, kujdes, shumë e ka dasht. Edhe vjen situata caktu, me armejsh të sulmën Medinën, duhet me dalë me mburit venën. Qohet edhe aje edhe me shokët e vetë me pejgamberin s.a.s. me mbrojt Medinën, me mbrojt fenë Allah xhallahu ala, me mbrojt Islam, me mbrojt pejgamberin s.a.s. Edhe dënë Zotë xhallahu ala, Haritha e ka pas amin. Haritha e ka pas amin. E rruk një shtizë armikut edhe, ja mërë Zotë i shpirtin atë. Nuna vetë, merë vesh që ju dek atë. Parmen për këtë nonë së shtire ka pas, e vetë mume, djali vetë më konë. Se ka pas letë këtë me ka përcyja. Qysh e kanë ngushlu vetën, që ta po i thëmë, Allah, ata e kanë kuptu gjenetin taman, si që të përmive që këzit se, që ta me heke shaune. Shumë gati e kanë përjetu apë. Ka arë nona që ti Harithës, të këpejozim ka thonë, ja Rasul Allah, akhbir një anil Haritha, nga je mirë, nga je këtë trimnesh e burnesh, nga je. Që ka bu për djallë, ka thonë, akhbir një anil Haritha, oj dërguar i Allahot, ka zënë, qka janë punë të Harithës? A është në gjennet, e të në fladitet zemra se me të halal apëtan, me që isha Allah në gjennet apëtan. A është dikun tjetëre, ta një me kam për që me kajtë. Që i ka thonë pejgamberi s.a.s.
ka thonë innaha laysat janna o Haritha. O nona e këtij djali që u dek, qura, dëshmor në rrugën e Allahut xhallahu ala. Nuk ka punë xheneti, një. Innaha jinan, janë shumë xhenet aty aftën. E djali të përgëzoj e ka godit Firdausul A'la aftën. Firdausin e ka godit aftën. Që ato që Allahu xhallahu xhelaluhu e ka ndrejsh me durë të veta. Djali çatja është aftën. Kënon çka ka pasur. Alhamdulillah, kuripo. Me që me të dhëmë mi në gjithë dakikat sa mi ka da Allah në këtë dunja, me shku me ta bashkë. Se në dana, bashkë jem. Andaj me gjennet e ka ndonë jetën. Me gjennet, apo, jenë ngushluar. Me gjennet, gjithashtu të lëzëruar, kanë shpenzu krejt që kanë pas në rrugën e Allahut të gjellë. Kurës ju ka dhim kërë punë gjenneti. Po du me të regu e që të ras për fund, për që të pikën e fundi që të ceka. Këtë rast e kemi cikë disere, po ditë për ditë me kalëzu njërës më rritës vëllaj. Qëfar punë shtë ma e ka mu këta njerët ato. Një ditë ka qenë duke nejtë pejgamberi sa me ashab të ti ato. Qështë ka nejtë tu kalëzu, ders, muhabet, pyetje përgjigje. Qështë ka nejtë ashab me pejgamberi sa sëllë. O ardë një ajet. Nësi ka ndodhë pejgamberi tu konë mes ashabëve, bëjë që nalë. E ka një ashab që diqka pizbret. Ka arë Gjibrili mi kalëzu pjalla diqka, Koran diqka pivjen. Edhe që kam prit, qka po lip zote që ta shpini e qka? Qa du të halam na me bo? Edhe, kër i ka kaluaja nga rkesa e shpallës, tha pejgamberi s.a.s. Allahu ma ka zbrit një ajet, ku thot, men dhe në ledhi, ju këridu Allahe kërden hasanen, fe ju daifahu lehu adafen këthira. Allahu po më thot, kush është aj, që Allahu t'ja bërq. Soti po lip bërq. Po, kush është ai që Allahu t'i jep barq, e Allahu ja kthen shumë fish masa ne japën. Se Allahu s'ka kamat, jep një ti kthen 10. Kjo s'është haram. Apo, se kjo me Zotin. Me njërin s'bën. S'bën me on këti po t'i dho 10, mi kthen veç 25. Haram, kamat. Apo, me Allahu s'ka kamat. Jep një ti kthen 700. Allahu po thot, kush po më jep barq. E çka ka konzru Allahu barq? Subhanallah. Nëse dikush i ndihmon një fukaras, bën një punë të harit, apo çat punë të mirë që ke dhënë ti, Allahu po unë të kam bërsh me të paguar. Ti ja ke dhënë 10 euro çtina, e ke paguar çti do para, e ke dhënë. Unë të kam bërsh tash. Ti s'ki me këtë, unë të paguaj. Po kur s'ka çep me po mi pas Allahu barç Allah. Edhe ka thonë Ebu Dahdah, u kon një që të ngat, u çun kon, ja Rasulullah, Rabbuna yuqriduna, jetë pak më të paran mejlis. Kanë dërguar Allahut, ka dal. Allahu po li bërë shpineve, kam po që kështu Allahu po thëtë. Ka thonë, ja Rasulullah, që ti e dëshmitar, e kam një këpsht të madhë. Në të vakë s'kam pas, njerëz, kjerët në noja s'kam pas. Pasuri u konë hurme me pas, me shqit hurme, që e konë pasuri? Ka një kom 600 trupa të hurme, bapëtën. Kjo konë milioneri i Medinis, apëtën në të vakë. Milioner u konë. 600 trupa mi pas, kjo milioner u konë. Ka dhënë, kulluha fi sabilillah. Kajtë për Zotin kufrë, në thënë, pejsat. Me një ajet, subhanallah. Pse? Pse u përmen gjenneti, veç i kaqë. Allahu është përmen. Knatësia Allahu gjellë gjellalu. S'ka dhinë më këto, o shku të këshpia ti, aty kopshti madhë, bukuri, palat, gruja mrena, thmija të lujtë, subhanallah, ja ka ebë Zotit, po këta janë konë burat interesant këta Allah, këta vallaj njerë që dishëm këta njerë Allah. U afru të këmuri i palatit vetë, të muri i bashës, ka thonë si mrena mo, ja kom jabë Zotit mo, kërë i ka ponë mo. E ka thëj grunë, delë për jashtë, edhe thmitë zëri për jashtë. Gruja ka thonë, që ka u bo, u dollë, hajri shala. Ka thonë, pejsat, që kjo këpsh nuk është jo një, që ka gruja e meqme, subhanallah, gruja e dukume në islam. Ka thonë, e me kënë e buna atë rekti o burri jam, ku t'ja shite? Ka thonë, Zotit, apëtën, ja kom shite, apëtën. Tha gruja, ja pas ke qëllu të rektis të mirë, apëtën. Së na ke morë në qafë, si ja për një 100 biletira, ja, s'ka thonë kështë, apëtën. Ka se kërë me gjennet, bëllë mirë ja ke bo, apëtën. A i thmija i sa që i kontrollit, i kësh pasin 2 hurë me ndorë, apo? Ja ka kapë nona hurë me të misi, ka lënë mrena, ka thonë, të Allahot janë pejsat, apëtën. Dalëm në piktujt, apëtën. Këta që e kanë dorë gjennetin, apëtën. E kanë kuptu, kanë jetu me të, e kanë një erën, një në qilë dyrët, e ka ditë peshe, që ta është peshe.
I ka paramenu me lajket, ka janë ndërtu në qëtash, punëturët, ka ndreqin. Andaj na duhet me jetu me xhenet o vëllezër, si realitet, jo si diçka abstrakte, si diçka po xheneti, po jo s'është kjo abstrakte, është konkrete. Pse na nuk e shohim po diçka tjetër, është sprov, ta më mbuna me pa xhenetin. Mi po vallai Allah na ka përshkruar në Kur'an më qartë se me pa. Me po me çu dikon për neve në xhenet çtash, me zgjidh. Cili po shkoni me këtu çakua me na kallzu, ha? Në rrinë një javë që atje, tani këtheu. Kur këthejet, vallaj, zdi, qaqi. Habitë, Allahu Gjellota ka përshu qërët. Ma mirë se me kun vetë. Nëse aje ka kryu, aje ka zbukuru, aje ka premtu. Prandaj, të aktivizojmë besimin gjennet, apo ta kemi parasysh çmimin e kësaj gare vazhdimisht, që t'jemi aktiv, që t'jemi ambiciozë, që t'jemi gjithmonë stabil, nga se çmimi po të pret atë. Ty është të prit, mos i lë argat me nejt shumë, nga sa ata janë tut, lëdhi mirë, apo ty i quq shpesh atë. Dije se sa qesh, ata ndreqin. Si të rrish, ata rrin atë. Allahu Gjallahu Ala na mundsof me hinë xhennet. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, kush thot 3 herë nditje, a o shumë Allah i le 3 herë nditje. Kush thot 3 herë nditje, o Zot, une për teje e lipi xhenetin. Allahu Gjallahu Ala i thot xhenetit bë dua për qëtë njeri aftën. Xheneti thot, o Zot, qëtë njeri bërët e unë aftën. Me 3 herë nditje, thuj e vërë Allah aftën, o Zot qëmë xhennet, a o shtirë? Me thonë 7 është edhe ma mirë. Ka në tësmetim 7, ka në tësmetim 3. Apo banë me 3, me 7 e ma mirë aftën. Edhe ka thonë pejgamberi, kush thot, o Zot, rujëm nga zjarri i xhenemit 7 herë apo 3 herë, xhenemi thot, o Allah, që të njëri kur të onë mëse bërë aftën. Shiko të në të krijesat moja, i vën të në lëvizje. I lëviz me bo dua për ty, nëse ti e lëviz gjuhën tonë, Allah në mëllu për këtë punë aftën. Shiko, vallaj, këtë malë ka të shrajt, sa lirë Allah në ka e pa aftën. Këtë malë ka që shëmblet, ta ka mundësu Allah Gjallahu Ala, baje gjillirë me e blej aftën. Andaj ta shfrytëzojmë çmimin e tij sot, se nesër shtrejtohet bajagi shumë së ne blejmë kërkush me kurgjë. Prandaj dije se një prej mallnave që me të shpreson me ble xhenetin është agjërimi i tij. Një prej mallrave që me të shpreson me ble xhenetin është namazi sabah që sot me fal atë. Një prej mallnave që shpreson me të ble xhenetin është përmendja e Allahut, Kur'ani, largimi prej haramit. Këto janë mallna që ti shpreson me to me ble xhenetin. Andaj jeto me xhenet. Përjetoje, nga se është i krijuar, është i gatshëm, është i përgatitur, është i ndam, dyert i ka qel, këtë është atë. Veç Allah e ka mbulu për neve sprov, apo që mu dallu pa kush lutet e kush nuk lutet, veç i kaq. Andaj Allahu na los që Allah më na çon xhenet. Allahu na los më na çon xhenet. Allahu na los më na çon xhenet. Alhamdulillah, tar xheneti bën dua për neve. Edhe Allahu na los, Allahu më na largu prej xhenemit. Allahu na largu prej xhenemit. Allahu na largu prej xhenemit. Alhamdulillah. Allah është problem me kaq ja në fund, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima katira.